Imagjino sikur të ketë mbetur vetëm një gjë. Çfarë do të bëje nëse dikush tjetër do të kishte më shumë nevojë për të? Kjo histori e fuqishme do të frymëzoj besimin. Na ishte njëherë një burr me vetëm një copë bukë. Para se të hante, dikush trokiti, një huaj i uritur qëndroi në derën e tij, duke ju lutur për ushqim. Pa hezitim, burri dha bukën e tij të fundit. Akti i tij i bujarisë së pastër ishte vërtet i jashtëzakonshëm. Të nesërmen, një huaj mbërriti me një thes miell, duke thënë: Zoti ma vuri në zemër t'ju ndihmoj. Kjo nuk është thjesht një histori, është një kujtesë e fuqishme e furnizimit hyjnor. Mësimi është i qartë: kur japim me besim dhe me zemër të hapur, Allahu na jep në mënyra që nuk i parashikojmë kurrë. Bujaria juaj krijon një efekt të valëzuar bekimesh. Le të ju frymëzoj kjo. Përqafoni frymën e dhënies, besoni në bollukun që vjen më pas dhe shikoni se si mirësia juaj e transformon botën tuaj. Ndani këtë mesazh dhe përhapni fuqinë e akteve vetmohuese sot.